أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجوه 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 سفري كوبرت زجوه 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أشتريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أشتريت Të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë me emisionin Merr Frim, ku sonte kemi mysafir Hoxhën e nderuar Ali Ashani. Mirë se erdhë Hoxhë i nderuar. Mirë se gjet. Allah i shpërblet. Tema është lëmosha, sadakatul fitri, po arrim ka fundi. Po si çdo send që ka fillim ka edhe mbarim. Ka edhe mbarim. Mirë po, bismillah. Pasi që Allahu xhallahu ala na ka prunë këtë dynja. Po. Ai na ka dërguar pejgamber. Me këto pejgambert Allahu xhallahu ala ka zbrit libra. Gjithë dërgesa e pejgamberëve dhe zbritja e librave i shërben një synimi më të lartë. Ajo është se si njeriu të afrohet në Allahun xhallahu ala, se si njeriu të bëhet rob i bindur dhe i nënshtruar ndaj Zotit të tij xhalla xhelaluhu. Për ta shërbyer këtë synim madhështor, Allahu xhallahu ala ka zbritur këtë libër. Në këtë libër Allahu na ka treguar forma të ndryshme se si unë edhe ti kena mundësi që t'i bindemi Zotit ton xhella xhelalu për një fakt, nga sa ai na ka krijuar. Krijimi lyp nga ne që t'i tregojmë krijuesit që ne o krijues, o Allah, jemi mirënjohës për faktin që ti na ke prunë këtë dynja dhe jemi mirënjohës që ti na ke dhënë neve mundësi të cilat mundësi nuk u ke dhënë shumë prej krijesave të Allahut xhella xhelalu. Për këtë shkak, për ta shërbyer këtë synim, ajo është arritja e nënshtrimit dhe dorëzimit të plotë të njeriu ndaj Allahut, Allahu i dërgoi këto pejgamber. Dhe Allahu me ta zbriti libra. Dhe në këto libra Allahu na ka qartësuar rrugën, na ka treguar rrugën, na ka dhënë udhëzim. Në këtë udhëzim, ai xhallahu ala na ka treguar që unë të obligoj ty dhe gjithë krijesat tjera të llojit tënd që ta bëj këtë dhe këtë dhe këtë. E për këtë muaj, Allahu neve na ka obliguar me diçka madhështore. Ajo është agjerimi i këtij muaji. Për këtë shkak Allahu zbriti ajete të cilat flasin enkas për këtë adhurim. Tha ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët jeni besimtar. I ke thonë vetes besimtar, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. O ju që jeni besimtar, juve ju pa të bë obligim agjërimi ashtu siç që obligim për ata që ishin para jush. Allahu e para na emërton me emrin më të bukur që mund të emërtohet dikush, që mund të cilësohet dikush, ajo është fakti që dikush është besimtar, robi i Allahut, kjo është e parë. E dyta thot, të është obliguar ty diçka me të cilën janë obliguar popujt më parë. Dhe kjo tregon për një fakt historik. Fakti historik qëndron atse popujt e mëhershëm në kultura të ndryshme, në qytetrime të ndryshme kanë pjesë e kulturës së tyre ka qenë diçka që quhet agjerim. Edhe vazhdon sot tek kësaj dite, nëse shohim kulturat e ndryshme të lashta, do të gjejmë te kinezët, te indianët dhe tek të tjerët do të gjejmë diçka që quhet agjerim. Edhe në fetë tjera, sikurse është krishterimi dhe hebraizmi, do të gjejmë që tek ata ekziston diçka që quhet agjerim. E Allahu tregon fakti që kjo gjendet në këta popuj është se Allahu i ka obliguar këta popuj përmes pejgamberëve të tyre. Pse është bëhet gjitha kjo? Që ta mbajmë atë linjën e trupit, që dukemi ma fit? Jo. Është bërë për një qëllim tepër të lartë. La'allakum tattaqun, që ju të bëheni devotshëm. Kjo është ajo pse Allahu neve na ka obliguar me këtë adhurim. Mirë po, ne jena në fund të Ramazanit. Po. Dhe realisht ne është dash të realizojmë një pjesë të kësaj që Allahu ka thonë, e ndoshta ju bëheni devotshëm. Sot, në këto ditë, dikush për njerëzve më vetë se duhet t'i ndjej gjurmët e devotshmërisë të ai. Unë kam agjeru sa ditë. Unë kam qenë në rob i nështruar dhe i dorëzuar ndaj Allahut me këtë adhurim, i cili është i lehtë, jo nuk është i lehtë. Goja agjeruesit agjeron, po përpara gojës së tij agjeron zemra, dhe agjerojnë gjymtyrët, dhe agjerojnë sytë e tija. Agjerojnë nga ajo që Allahu e ka ndaluar, abstenojnë nga ajo që Allahu e ka ndaluar. Ushqimin e ketë lejuar, apo ne ham dhe pim për dishmërinë tonë, përpos kur vjen një kohë e caktuar mes agimit, mëngjesit dhe perëndimit të diellit në një muaj të caktuar që është muaji i Ramazanit,
kjo që është e lejuar, unë e kam lënë për hir të Allahut. Ajo që Allahu e ka ndaluar në ditë të tjera, ajo është më meritore që të lehet, është më meritore që të abstenojmë nga ajo. La'allakum tattaqun, që ju të bëheni devotshëm. E Allahu për t'i shërbyej kësaj devotshmërie në Ramazan, a ka obliguar vetëm agjërim? Jo. Përposa agjërimit, Allahu ka dhënë dyert të ndryshme përmes së cilave ne kam mundësi që të arrijmë këtë devotshmëri. Dhe një nga kjo dert është ajo që përmendet ti, lëmosha. Një nga kjo dert është ajo që përmendet ti, ajo është sadakatul fitri. Andaj, ne si besimtar, do të kemi parasysh këtë gjë. Kjo lëmosh, kjo sadakatul fitr, që ne japim, a i shërben synimit të lartë, ajo është arritja e devotshmërisë apo nuk i shërben. Çdo lëmosh e cila bjen ndesh me këtë devotshmëri, nuk është lëmosh që Allahu e do. Është lëmosh që Allahu e refuzon. A mund njeriu që t'jep lëmosh dhe Allahu ta refuzoj? Padyshim që po. Apo në hadithin e njohur të 3 personave të cilët do të vinë në ditën e gjykimit dhe Allahu na ruaj do të jenë të parët me të cilët do të ndizet zjarri i xhehenemit, një prej tyre ishte pasaniku që shpenzonte në rrugë të khairit, në rrugë të mira, në kauza të larta. Mirë po motivin e tij kush e din? Askush përpos Allahut. Tha robiem, pse i ke dhënë gjitha këto? Ke dhënë me miliona. Ke dhënë pasuri kaq të madhe. Tha i kam dhënë o Allah për të kënaq ty dhe në këtë rast mundohet ta gënjej Allahun, sepse gjithë jeta e tij ka qenë një lloj maske përmes së cilës ai pas së cilës është fshehur. Andaj mundohet që edhe në ahiret mendon që të njëjtat ligje të cilat vlejnë këtë dynja, vlejnë edhe në ahiret nga se ka harruar që Allahu i di motivet e njerëzve, ka harruar që Allahu i di zemrat tona përpara se ti di veprat tona, andaj thau Allah, kam agjëruar që të kënaq ty. Tha Allahu ke dhept, ke gënjejt, nuk është e vërtet. Andaj thot pejgamberi Allahu te alayhi salatu wasalam, urdhron Allahu me laçi që ta hudhin në zjarr. Ky njeri ka bë vepër të mirë, po motivet e fshehura të tija të brendshme nuk ishin të mira. Nuk ishte diçka që e kënaq Allahu. Po alhamdulillah, Allahu domethënë duhet ne me perceptu Allahun si gjithfuqishëm. Nuk mundesh me e gënjy Allahun. Pa asnjë dyshim. Nuk mundesh. Kur e jep ti lëmoshën, dush me ditë, sipas asaj që po thua ti hoxhë nderuar, se motivi kryesor është me e kënaq Allahun. Nëse bën motiv vona tash para popullit, para se e një Allahu atë motiv. Ne, kur japim diçka, mund të ruhemi nga sytë e njerëzve, apo? Kur bëjmë diçka, mund të ruhemi nga sytë e njerëzve. Unë shkoj që atje me një cep dhe bëj diçka që askush se më shef. Po ka sy dhe shikim prej së cilis mund të ruhemi, i cili e di brendësinë tonë përpara se ta di pamjen e jashtme tonë. Ajo shikimi Allahu xhallahu ala. Andaj Allahu është el basiru, ai që sheh dhe din, el alimu, që din gjithçka xhalla xhelalu. Shikimi i tij, dijes atij s'mund t'i fshihemi. Për këtë shkak, lëmosha duhet të ketë çat motiv që e përmendëm. Ta kënaqim Allahun ton xhalla xhelalu. Po lidhja mes agjerimit dhe lëmoshës. Po. Realisht lidhja mes agjerimit dhe lëmoshës është se agjerimi edhe lëmosha që të dyja, përgjatë këtyre ditëve i shërbejnë arritjes së synimit të lartë, ajo është arritja e devotshmërisë. Që do me thonë? Se ne e përmendëm disa herë devotshmëria, mirë po dietarët thonë për t'i kuptuar gjërat, duhet ta ilustrojsh, duhet ta thjeshtësojsh, ta zbërthesh. Andaj devotshmëria tek dietarët është një gjë për cilën dietarët kanë thonë që të krijosh mes teje dhe dënimi të Allahut një barierë, një perde. Nga se Allahu xhallahu ala është më i drejti, andaj ai dënon me drejtsinë e tij dhe ai begaton me mirësinë e tij. Hyrja jon në xhennet është me mirësinë e Allahut. Dënimi i dikujt për njerëzve është me drejtsinë absolute të Allahut. Po, Allahu është falës. Dhe falja e tij mbizotron hidhrimin e tij. Megjithatë, Allahu nuk lë që drejtësia të na përkëmbet. Dhe drejtësia e Allahut është absolute. Për këtë shkak, ne kur themi të arrim devotshmërinë, çfarë arrim realisht? Çfarë arrin ti me devotshmërinë tënde? Arrin që të bësh mes teje dhe dënimit eventual të Allahut një barierë. Dhe kjo me çka bëhet? Bëhet me zbatimin e asaj që Allahu ka urdhëruar dhe largimin nga ajo që Allahu ka ndaluar. Allahu të ka ndaluar nga diçka, Allahu nuk don ty si rob të gjejnë atë gjë. Allahu të ka ndaluar nga padrejtësia. Nuk don Allahu filanin ta gjen në atë vepër, në atë situatë, në ato rrethana
ku ka mundësi që ai t'i bëj padrejtësi vetes së tij ose dikujt tjetër. Allahu të ka ndaluar nga tradhtia. Nuk don që Allahu të gjejë në atë vend ku ne do ta tradhtojmë dikë. Për këtë shkak, Allahu don të na gjejë në vepra të cilat e kënaqin Allahun. Pse? Se këto vepra na ngrisin neve në shkallë dhe drejgje që konsiderohet devotshmëri. Dhe përfundimi ju takon kujt? Të devotshmëve. Xheneti ju takon kujt? Të devotshmëve. Drejtësia ju takon përfundimisht kujt? Të devotshmëve. E Allahu e ka ligjësuar agjërimin për të arritur këtë devotshmëri. Por ama me agjërimin gjatë Ramazanit, a ka ligjësuar vetëm agjërim? Gjatë Ramazanit ne vetëm agjërim? Jo. Nuk është se vetëm agjërim. Gjatë Ramazanit agjërim. Gjatë Ramazanit falemi. Madje e shtojmë dozën e namazit. Çfarë bëjmë më shumë? Bëjmë teravit. Apo? Teravia e cila është namaz nate, e cila gjatë gjithë vitit ne nuk e bëjmë. Andaj njeriu del dhe i fal 20 rekat. Apo? Gjë cila nuk e ka bën ndoshta gjatë gjithë vitit, megjithatë vjen Ramazani. E shton disiplinën e tij, e shton vullnetin e tij, e shton mallëngjimin e tij për mëshirën e Allahu xhallahu ala. Gjitha këto e shtyn atë që të bëj vepra të cilat janë të veçanta ndoshta vetëm për këtë muaj. Andaj e shton agjërimin, e shton namazin, e shton lëmoshën, e shton abstenimin nga gjërat e shëmtuara dhe veprat që e hidhrojnë Allahun. Gjitha këto janë në shërbim të asaj që quhet arritja e devotshmërisë, nga se Allahu e don të devotshmin, nga se Allahu e don atë i cili synim të tij të parë dhe të fundit në këtë jetë e ka arritjen e kënaqësisë Allahu xhallahu ala. Andaj kur themi ne, pse e shtojmë lëmoshën për gjatë Ramazanit, nga se Ramazani është kohë në të cilën shumë fishohen shpërblimet dhe është kohë në të cilën Allahu jep bereqet me një vepër dhe kjo vepër lë gjurmë shumë më të mëdha nëse bëhet gjatë Ramazanit se sa jashtë Ramazanit. Për këtë shkak, ne e gjejmë që plot prej dietarëve tonë për gjatë historisë e shohin të pëlqyeshme që njeriu të nxjerrë zekatin e pasurisë së tij në Ramazan. Jo që është obligim, jo nuk është obligim. Mund të jashtë Ramazanit. Pa asnjë dyshim. Njeriu do me thoni cakton vetes së tij një datë sipas kalendarit hënor, edhe e nxjerr. Por ama gjatë Ramazanit, nxirre gjatë Ramazanit për shkak se shumë fishimi i veprave gjatë Ramazanit është shumë më i madh se sa jashtë Ramazanit. Andaj njerëzit nxjerrin zekatin dhe gjatë Ramazanit ajo shkon paralel me një vepër që nuk e kemi në përgjithësi jashtë Ramazanit, ajo është agjërimi. Andaj kur e bashkon ti agjërimin dhe kur e bashkon lëmoshën gjatë Ramazanit, ti ja lehtëson vetes tënde arritjen në këtë drejgje që quhet devotshmëri. Tash, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam a dallonte për gjatë Ramazanit? Si thotë? Lëmosha e tij, bujaria e tij, zemërgjërsia e tij, a dallonte jashtë Ramazanit? Dhe me atë që ishtë në Ramazan? Po, Ramazanit për atë, ose kur e marim, studiojmë personalitetin e dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam, i cili për ne nuk është thjesht ka thonë një filozof, apo ka thonë një njeri i urtë, ka thonë një mendimtar. Jo, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam është ai përmes së cilit ne njohim Allahun. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam është ai përmes së cilit ne kemi njohur rrugën e cila na shpijen tek Zoti jon xhella xhelaluhu. Me fjalë tjera, pa të dërguarin e Allahut alayhi salatu wasalam, ne nuk e kishim njoftë Allahun xhallahu ala. Andaj Allahu ka zbrit libra dhe ka dërguar pejgamber dhe në krye të këtyre pejgamberve është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Detyra e vetme përfundimtare e pejgamberëve të Allahut ishte afrimin e njerëzve ka Allahu dhe shpjegimin e metodave dhe formave përmes së cilave njerëzit do t'i nënshtrohen Zotit të tyre xhelle xhelalu. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte kjo shembulltyr për ne. Çfarë thot Allahu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju me të vërtet në të dërguarin e Allahut alayhi salatu wasalam keni shembulltyrën më të mirë. Në çfarë? Vetëm në raportin e tij me Allahun në aspekt namazit? Jo. Vetëm në aspekt të agjërimit? Jo. Është shembulltyr për ne në gjitha rrafshet e jetës. Në jetën shoqërore është shembulltyr për ne. Si sillej me fëmijët është shembulltyr për ne. Si sillej me pleqt është shembulltyr për ne. Si sillej në familje është shembulltyr për ne. Si agjeronte është shembulltyr për ne. Si jepte sadaka është shembulltyr për ne. Andaj thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pejgamberi Allahut alayhi sallam ishte njeriu më bujar. Shpesh kur e thon këtë ajet, më falni këtë hadith, më shkon ndërmend diçka. Arabët me gjithë devimet që i kishin në atë kohë, apo
kena përmend shpesh devijimet e arabëve të kohës përpara ardhjes së Kur'anit. Me gjithë devijimet që i kishin si shoqëri, po ata kishin një virtyt me të cilin dallonin nga gjitha kulturat dhe qytetrimet e asaj kohe. Ajo është bujaria, zemërgjërsia. Andaj për arabin ishte fyrje e madhe që të kaloj një mysafir dhe mos të hynë shtëpinë e tij të bunë dhe të ha dhe të pi, të gostitet. Është fyrje e madhe. Ibn Abbasi e përshkruan pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, jo në aspekt të namazit të tij, jo në aspekt të leximit të Kur'anit, përshkruan një gjë tek ai, një virtyt me të cilin garonin në atë musliman e jo musliman. Të gjithë garonin këtë gjë. E thot Ibn Abbasi, i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam, ishte njeriu më bujar dhe bëhej akoma më bujar kur gjatë Ramazanit, kur e vizitonte Xhibrili alayhi salam dhe përsëriste me të Kur'an çdo natë. Se Xhibrili alayhi salam i sillte Kur'anin pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam për gjatë vitit dhe në Ramazan vjen dhe e përsërit pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam Kur'anin e reciton përpara atij, mos helbete ka harruar diçka nga ajo që i ka zbritur Xhibrili alayhi salam. E përgjatë kësaj periudhe thot bëhej akoma më bujar. A ka mundësi të bëhet më bujar? Ka mundësi. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thënë dikush sa e bukur është kjo që e ke, vetëm se ja ka dhënë. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam e ka pranuar dhuratën. Nuk e ka pranuar sadakan, apo? Prej cilësive të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte nuk e pranonte sadakan, mirë po e pranonte çfarë? Dhuratën. Por në hadithin e dhuratës thotë kështu, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e pranonte dhuratën dhe çdo herë e kthente dhuratën me dhuratë. Madje është transmetuar se kthimi i dhuratës së tij ka qenë me dhuratë më të mirë se sa ajo që ka pranuar. Ne shpesh e citojmë këtë hadith që i dashuri ynë alayhi salatu wasallam e pranonte dhuratën. Mirë po e lëm deri këtu. Nuk e vazhdim hadithin, se pjesa tjetër e hadithit është çfarë? E kthente dhuratën me dhuratë. Ky pejgamber për gjatë Ramazanit ishte njeriu më bujar. Do me thonë bujaria e tij te i kalonte çdo kufi. Madje është transmetuar nga ai alayhi salatu wasallam, me gjithë fukarallëkun që kishte shpesh në shtëpinë e tij, që u jep të tjerëve për parësi, edhe pse vetë dëmtohej, që u jep të tjerëve të hanë, edhe pse ndoshta vetë i lidhte 2 gur në barkun e tij nga uria që kishte alayhi salatu wasallam. Për këtë shkak, devotshmëria gjatë këtij muaji arrihet me agjerim, mirë po agjerimi duhet shoqërohet me vepra tjera sikurse është bujaria dhe lëmosha. Duhet të jemi syçel se kjo është tregti me Allahun. E tregtia me Allahun është sikurse syçelësia e investitorit kur investon pasurinë e tij. Ai është syçel, friksohet mos e humb. Edhe tregtia me Allahun është e tillë. Duhet të jemi syçel. Ku mund të bëjmë pak dhe të fitojmë shumë, ku duhet të fusim shumë që të fitojmë shumë më shumë, e kështu me radhë. Kjo thjesht është, domethënë, mënyrë e investimit të veprave tona, fitimin e së cilave nuk e shohim vetëm në ahiret. Kryesisht në ahiret, po fitimin dhe përfitimin e së cilave mund ta shohim edhe në këtë dynja. Për këtë shkak, themi që lëmosha, zemërgjërsia, bujaria i shërbejnë arritjes së synimit më të lartë për gjatë Ramazanit, ajo është devotshmëria. Edhe ne duhet të kujdesemi shumë rreth kësaj çështje. Ta thjeshtësoj pak. Nëse mbrëna Ramazanit shembull i jep 2000 euro sadak, ka më shumë vlerë te Allahu se sa më i dhon pas Ramazanit ose para Ramazanit. Po, nëse këto 2000 euro, unë i kam dhënë 3 ditë para Ramazanit. Dhe të tjera i kam dhënë 7 ditë pas Ramazanit. Dhe në mes Ramazanit kam dhënë 2000 euro. Do me thonë kena dhënë gjithsej 6000 euro. Shpërblimi i këtyre 2000 eurove që jap gjatë Ramazanit nuk është sikurse pas dhe para Ramazanit. Kjo është me pajtimin e gjithë dietarëve. Për këtë shkak thamë ne, është e pëlqyeshme, është mirë që zekati të jepet gjatë Ramazanit, jo para ose pas Ramazanit. Edhe pse sikurse përmendet ti pak më herët, nuk është obligim që të jepet gjatë Ramazanit. Po Allahu thot në Kur'an, ti pastaj kemë shpjeguar më qartë që jepni nga ajo që ua kam dhënë juve. Po mundsi një sqarim rreth. Jepni nga ajo që ua kam dhënë. Po, jepni nga ajo që ua kam dhënë. Dhe kjo nuk është përmend një herë në Kur'an. Madje sa herë gati se është përmend shpenzimi, është përmend shpenzimi nga ajo që u është dhënë, nga ajo që ua kam dhënë, thjesht për të treguar realitetin e pasurisë. Këtë pasuri, me cilën jemi vesh unë edhe ti, atë me cilën kemi ardhë, atë të cilën e konsumojmë me ham dhe pim, kjo është pasuri të cilën e ka dorëzuar neve në amanet Allahu Gjelle Gjelalu. Po,
është e jona nga këndvështrimi njerëzor materialist. Ne, do me thonë, pretendojmë pronësinë e kësaj gjëje që kjo është e imja, për mua dhe për ty në këtë dynja, por realiteti është se kjo gjë të është dhënë ty si amanet për ta përcjell te diçka ose tek dikush tjetër. Dhe një prej çështjeve të rëndësishme, për shembull, Allahu xhelle xhelalu ka obliguar zakatin, apo? Dhe zakati është obliguar, një prej urtësive të obligimit të zakatit është që pasuria të mos mbetet me një vend, po të lëviz. Nga se në lëvizjen e pasurisë ka përfitime të anëve të ndryshme, të palëve të ndryshme, dhe kjo pasuri me lëvizje shtohet, nuk paksohet, kështu besojmë ne. Edhe në këtë rast, Allahu neve na e ka dhënë këtë pasuri. Tha nga ajo që unë ua kam dhënë, shpenzon nga ajo që unë ta kam dhënë. Këtë pasuri që unë e kam sot, dhe është në arkën time, është në bankën time, është në shtëpinë time, nuk është vetëm se pasuri që dikush na e ka dorëzuar neve për të na sprovuar. A do të bësh mirë me atë pasuri, apo nuk do të bësh mirë? A do ta shpenzosh atje ku don Allahu, apo e shpenzon diku ku Allahu është i hidhur, Allahu na ruajt? Thjesht ne jemi ato amanet gjit të cilët e bartin këtë përgjegjësi, këtë amanet, sikurse një njeri që kalon nga një vend dhe deri në vend tjetër, ka një destinacion. Mirë, po gjatë rrugës dikush i ka thonë merre këtë pasuri dhe ke të drejtë ta shpenzojsh këtu, këtu dhe këtu. Po pasuria mbaje mend. Nuk është pasuri absolute e jotja. Pasuria është e atij i cili të ka dorëzuar pasurinë në fillim dhe duhet ta dorëzosh në fund. Dhe kur ta dorëzosh, a pyetesh për pasuri? Normal që po. Vjen fund destinacionit, edhe të merret ajo qesja, të merret arka dhe të pyesin, po tamam, ne të dham 1 milion. Ti ke ardhur me 10.000. Ku janë ato 100.000 tjerat? Po i kam shpenzu këtu dhe këtu dhe këtu, pa është prit përfitim prej saj? Jo, nuk është prit. Po ku kanë shku? Ku janë harxhu? Çka është bën me to? Allahu xhallahu ala na e përmend këtë fakt neve dhe na shpesh na e cek këtë gjë, që mos harro ti njeri që pa marr parasysh sa pretendon pronësi të gjërave në këtë dynja, pronari i vërtet dhe absolut është ai i cili ta ka mundsuar që të arrish deri te kjo pasuri. Ne kemi pa dy njerëz, cilët e bëjnë të njëjtin profesion, japin të njëjtin mund, njërit Allahu i ka dhënë shumë, e tjetrit Allahu i ka dhënë jo aq shumë. Apo? Të njëjtën gjë e bëjnë. Çohen në ora 5 mëngjes, i bëjnë të njëjtët punë, njëjtën rutinë, po te ky ka diçka që nuk është te ky. Pse? Është ndarja e Allahut, apo të ne thon kismet. Kisme është arabisht kjo. Ndarje. Allahu ty të ka dhënë, mu jo aq shumë. Ati tjetrit shumë më shumë, njanit hiç. Pse? Është kaderi Allahut, që kështu e ka ndarë pasurinë, shëndetin, moralin, virtytet, gjëra tjera mes njerëzve. Edhe njeriu duhet të jetë i kënaqur. Por ama, duhet të jetë i kënaqur duke qëndru thjesht e kaq Allahun ka dhënë, apo duke u mundu? Jo, duke u mundu. Njëjtë sikurse një njeri i cili nuk i ka aftësitë e njëjta me dikë tjetër. A duhet me thonë, valla, mo Allahu kaq ma ka dhënë aftësinë, deri këtu e kam. Jo, nuk e ke deri këtu. Ke mundësi të mësosh, ke mundësi të studiosh, ke mundësi të përparosh, ke mundësi të konsultohesh me dikë i cili është më i dijshëm, më i aftë, po gjitha këto duhet të bëhen me qëllim të përparimit. Andaj ne si besimtar besojmë që Allahu xhallahu ala, dhe pse i ka nda gjërat, ne duhet të punojmë për të arritur diçka e cila është më e mirë në këtë dynjë. Pse? Nga se dora e cila është sipër, dora e lartë, dora që jep, është më e mirë se ajo dorë e cila lyp. Dora gjithmonë që shpenzon është më e mirë se ajo dorë e cila më thot jepëm. Nga se këto që thon jepëm, në përgjithësi janë mbar mbi ata të tjerë të cilët shpenzojnë. E ne në këtë dynjë po e kuptuam këtë realitet, që pasuria të cilën ne shpenzojmë nuk qenë ka e jona, qenë ka dikuj tjetër. Madje në surën El-Fatiha, në ajetin cilin gjithë e lexojmë namaz, Allahu thot Maliki Yawmiddin, apo që në gjuhën shqipe do thot sundimtari i ditës së gjykimit. Pyetja është, pse e ka përmend sundimin e ditës së gjykimit, jo sundimin e kësaj dynjaje? Allahu është sundimtari i ditës së gjykimit, nuk ka dyshim. Pa është sundimtari i dynjas? Pa dyshim që po. Allahu është sundimtari absolut. Kanë thënë dietat, nga se në dynja krijesat e Allahut pretendojnë sundim, pretendojnë pronësi. Kjo është e imja, ai tjetri thotë, kjo e gjitha është e imja. Ai tjetri thotë e kështu me radhë. E Allahu nuk hyn kët kallaballëk ku krijesat e tija pretendojnë sundim, po Allahu thjesht shkon te ajo e cila është më madhështor. Maliki Yawmiddin,
sundimtari i ditës së gjykimit, nga se ai që sundon ditën e gjykimit, ai që pronson ditën e gjykimit, s'flitet për këtë dynja se e kanë në dorë. Andaj çdo gjë që neve na e ka dhënë Allahu, ajo duhet të përcillet në mënyrën më të mirë. E tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min sadaqa." Sadakaja, lëmosha, nuk e pakson pasurinë. Në çfarë aspekti nuk e pakson? Në aspekt material. Në aspekt material, ndoshta e pakson, nuk themi e pakson. Për shembull, nëse dikush ka 1 milion, e thotë i ka nxjerr 100.000 për t'i dhënë. Në sytë e tia, ato janë bën 900.000, apo? Po. Mirë, po ne si besimtar, besojmë dy gjëra. Besojmë në rizq, furnizim, dhe besojmë në berake, të cilin ne i thënë çfarë? Bereqet. Apo? E Allahu lëshon këto 900.000 shumë më shumë bereqet se sa në atë 1 milion që e kishte. Përfitimi nga 900.000 në jetën e tij do të jetë shumë më i madh se sa përfitimi nga 1 milioni që e kishte në fillim. Në sytë e tija materialiste, pasuria është zhvogluar për 100.000. Mirë, po përjetimi, përfitimi, bereqeti në këto 900.000 pa asnjë dyshim do të jetë më i madh se sa përfitimi dhe përjetimi nga ato 1 milion tjerë të cilat i kishte ose 100.000 më shumë që i kishte fillimisht. Për këtë shkak ne besojmë që ai i cili jep bereqet është kush? Është Allahu. Andaj shpesh në lutjet tona ne themi Allahume barik, apo o Allah, lësho bereqet. Tjetë pak, po e bereqetshme. Po edhe me qenë shumë, le tjetë e bereqetshme, se s'kemi dobi nga pasuria që është shumë, po s'ka bereqet në to. Edhe ne e dim që në kulturën tonë, alhamdulillah, sidomos tek pleqët tonë, ekziston kjo gjë që, po edhe nëse është pak, le tjetë e bereqetshme, le tjetë e fryqshme, t'ja shohim gjurmët kësaj pasurie. Po ço se punë. Jo do me thënë e kam marrë, kanë dhënë 3 vjet pasuria aty, s'ka fitu askush, asun, i cili jam lodh, jam raskapit për atë pasuri, po as edhe antarët e familjes tim. Për këtë shkak, Më banal, ta thjeshtëzojmë këtë punën bereqeti. po. Se shpesh e përmendim mirë po. Domethënë bereqeti i bie nëse e kam rrogën shembull 500 euro, mirë po i kry këtë punë të muajit, kjo është bereqet, a kupton? A dikush i ka 2.000 euro, ama nuk është i kënaqur. Po, nuk i del për 1/3 e muajit. Po, për 1/3 e muajit. Për shembull thotë gjatë muajit me këto 2.000 euro, po ne kemi familje të cilat jetojnë me 500 euro dhe të tjerë i shohim marrin ka 2-3.000 euro, megjithatë shpenzime thotë që i ka unë nuk i ka ky. Ne e dim këtë gjë, për shkak të standardit. Megjithatë, me ndryshimin e standardit, ndryshojnë edhe standardet e bereqetit të njerëzit. Ka se dhe ky që ka 2.000 euro, po i lëshoj Allahu bereqet, a i kënaqet vetë, po edhe ndihmon dikë tjetër. Po. Për ta shijuar këtë bereqet, bëj tjerët të ndjehen të kënaqur me pasurinë tënde. E kupton? Nëse don që kjo 2.000 euro të nxë vend familjen tënde, ndihmoje dikën tjetër i cili merr 300-400-500 euro. Edhe ai do të ketë bereqet, edhe ti do të kesh bereqet. Andaj bereqeti është çështje e madhe. Realisht për atë duhet shumë më shumë të flitet, sidomos në këtë kohë të materializmit, ku ka humb ky koncept i bereqetit. Hoxhë, shembull nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Wallahi jeta e tyre është gjitha shembull. Po. Wallahi shembull është. Në një prej betejave shkuan sahabët, edhe ishin të lodhur dhe të raskapitur. Dhe është transmetuar që ju ka ardhur ujë në vendin ku kanë qenë sahabët e plagosur. Kush ka qenë në ato vende ti e din, vende shkretinore, të nxehta. Kush ka qenë verës i kupton tekstet të cilat flasin për disa vështirësi. Vera shumë e nxehtë atje. Mekja Medinja, do me thënë, kanë një temperaturë të veçantë gjatë verës. Andaj thot, ka ardhur uji dhe ai i cili ju ka thënë uji ka filluar tek i pari, ka thënë çojë tek i dyti. Ka thënë çojë tek i treti. Çojë tek i katërti, derisa thot jam kthy tek i njëjti person. O vëlla, unë jeca të gjithë, secili më thonë të shkota i pari, shkota i dyti, shkota i treti, te i ka kështu me radhë, erdha tek ti, do të pi ujë nga se asnjëri s'është tu pi. Edhe plot prej betejave të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur në cilin muaj? Muajin e Ramazanit. Beteja më e madhe që ka ndodhur gjatë këtij muaji është beteja e Bedrit. Është beteja e parë e sahabëve që kanë dalë. Të xherushëm kanë qenë apo? Të xherushëm sahabët kanë dalë në rrugtim. Nxehtim madh. Kush e din Bedrin e din se Bedri është vend shkretinor. E ne e dim që Allahu ju patlëshu bereqet sahabëve. Megjithatë, këto njerëz janë të përzgjedhur që të jetojnë përreth pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Dhe ky pejgamber
ka mishruar praktikën e tij se sa bujar duhet të jetë njeriu. A e ndan njeriu hurmën në dy pjesë, e ndan hurmën në dy pjesë. E kupton që një njeri i cili s'ka ngrënë ditë të tëra, shkon dhe ha bukë dhe merr një pjesë të atij ushqimi, thot po ja lë filanit. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, isha në xhaminë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurajra ka qenë prej ehlu suffe. Ehlu suffe janë sahabët që shokët e pejgamberit Allahut alayhi sallam, që jetonin në xhaminë e pejgamberit Allahut, ama s'kishin shtëpi nga si ishin jashtë Medinës. Fukarat e sahabëve. Dhe thot Ebu Hurajra, nga uria e humbja vetë dijen time. Derisa thot e takova pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam, edhe e ka vërej që Ebu Hurajra shumë i uritur. E thot ma dha një e po më thot e Ebu Hurajra, shko te filani, thuj më ka thonë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam që këtë të ma mbushish me qumësht, me tëmbël. E thot shkova e mbusha dhe erdha. Dhe tash Ebu Hurajra vjen në xhami. E i thoto Ebu Hurajra, jepu shokëve të pinë. Thot Ebu Hurajra, unë e shikoj enën, pa jo thot mu nuk mjafton, jo atyne. Mirë po urdhri pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Plus tek ne është një rregull. Saqi al-qaumi akhiruhum shurban. Kështu ka thënë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Ai që ju jep njerëzve të pinë, pi i fundit. Rregull është. Kjo është bujari o vëlla. Saqi al-qaumi, ai që ju jep njerëzve të pinë dhe të hanë, çfarë i pari han? I pari pinë? Jo. Ti pi i fundit nëse njerëzit ju jep të pinë. Dhe kjo është prej bujarisë së muslimanit ndaj të tjerëve, prej mbjelljes së konceptit të dhënies së përparësisë të tjerëve. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i thotë Ebu Hurajrës, ti shkove me marr qumshtin, ti u bane sebeb, e tash jepu tjerëve le të pinë. Edhe fillon te njëri te tjetri. Thotë Ebu Hurajra, unë shikoj se tëmbli nuk paksohet, pi njëri dhe tjetri. Pastaj thotë, e shikova enën, ishte njëjtë sikur se ja dhash të parit. Pastaj thot piva. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, vazhdo. Thot pita një herë, dy herë derisa u ngopa i thash ja Rasulullah, nuk gjej më rrugë për këtë qumsh, s'kam. Pastaj thot piu pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam dhe mbaroi, do me thonë, përfundoi ajo që ishte në enë nga qumshti. Ky shembull i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Hurajras na bën neve me dije se o ti vëlla. Atë që e jep, ajo është e jotja. Atë që e mba, është e kujt? Atyre që i le pas vetë. Kështu ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Atë që e jep është e jotja si se e gjen ditën e gjykimit, ditën me pas nevojë. Kur ke nevojë për një grimc të mirësisë. Atë që e ke dhënë, ajo është e jotja. Ke dhënë 2 euro, 1 euro, gjys euro, ajo është e jotja. Gjithçka që e mban dhe që ka mundësi të ndrysh jetë atë ditë, s'është e jotja. Se pa, do me thonë, gjithçka do të lam, edhe teshat cilat i kemi të veshura, s'do t'i marrim me vetë. Atë që e kemi dhënë, ja kemi dhënë, si ka thonë Allahu, wa men yuqridu Allaha qardan hasana. Dhe kush jep Allahut borxh të mirë, hua të mirë, ja huazon, do me thonë, i alë Allahut në amanet një gjë, dhe kur shkon tek Allahu, a e gjend me të njëjtën sasi, apo të shumë fishuar? Jo, të shumë fishuar. Madje deri 700 fish, deri sa doj Allahu xhelle xhelalu. Kjo është ajo që ne, ajo që është e jona, jo diçka tjetër. Për këtë shkak, jeta e sahabeve. Abdurrahman ibn Aufi, milioner prej milionerëve të sahabeve. A ka qenë gjithë jetën e tij milioner? Jo. Kur është shkuar në Medinë, Abdurrahman ibn Aufi s'kishte asgjë. Dëgjoje çka i thot vallahu i tij me cilin e vllaznon pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thotë Abdurrahman, ti e din që un jam nga njerëzit më të pasur në Medinë dhe ka qenë i martuar me më shumë se një grua. I thot, si dushesh kur orzoj një prej grave të mia dhe merr prej pasurisë time çka të duash. Cili njeri sot thot merr prej pasurisë time çka të duash. Abdurrahman ibn Aufi nuk zgjedh asgjë prej asaj që ai ja ka ofruar. Përkundrazi, njeri krenar me veten e tij. Po vetëm tregom ku është pazari juaj. Tregu ju, ku tregtoni ju? Në filan vend. Shkoj të punoj. Shkoj punoj. Edhe u bë një nga sahabët më të pasur. Andaj jeta e tyre, për të cilën e pak lexoj, thjesht dëshmon se nëse ka karakteristik me cilën ata janë veçuar nga të tjerët, është se ju kanë dhënë përparësi të tjerëve përpara vetes. Madje Allahu e ka
potencu këtë gjë kur ka përmend ensarët. Thot Allahu Jalla wa'ala, "O yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Ata ju japin përparësi tjerëve edhe nëse vetë kanë nevojë më shumë për atë gjë. Vetë kanë nevojë për këtë ushqim. Fëmijët e tij kanë nevojë për këtë ushqim. Megjithatë, ju ka dhënë përparësi fëmijëve të tjerë. Ju ka dhënë përparësi atyre të cilët kanë nevojë. Ne për ta kuptuar nivelin e atyre në aspekt të dhënies përparësi ndaj të tjerëve, ne duhet mos lexojmë pak rreth tyre. Sidomos Ramazanin e tyre. Shohim se si kanë jetuar ata. Madje është transmetuar nga Omer radhiyallahu anhu, i cili në kohën e khilafetit të tij ishte nga njerëzit më nevojtar me din. E kupton? Khalife, i cili shteti i së cilit shtrihet në 2 kontinente në fillim, pastaj në 3 kontinente, ky khalife ka qenë ndër njerëzit më nevojtar me dine, se që vjen të Ramazani, dhe Omer ju jep iftar njerëzve dhe vetë mbetet pa iftar. Cili njeri e bën? I pari i shtetit. I pari i shtetit. Jo një shtet, I si vogël. shteti jon i vogël me 2 milion banor me territor shumë të vogël. Jo. Territori i shtetit të tij shtrirë në 3 kontinente, në Evropë, në Azi edhe në Afrikë. Megjithatë, ju jep njerëzve iftar në Medinë dhe vetë nuk gjen kafshatën e bukës për të bërë iftar. Kush e jep këtë përparësi? Vetëm se ai i cili e din se kjo dynja është e kalueshme, dhe ajo që e kam dhënë, ajo është e imja, dhe gjithçka tjetër s'është e imja. Gjithçka tjetër që ne mbajmë, e ruajmë, mundohemi që ta, si me thonë, ta shtojmë, ajo s'është e janë, është e dikujt tjetër. Hoxhë, sadakatul fitri, tash jena kohën e fitrave dhe simbolika e tij. Në përgjithësi, sadakaja dhe zeqati dhe sadakatul fitri kanë atë ndikimin shoqëror. Besimtari nuk jeton në këtë dynja vetë, izoluar nga të tjerët. A jeton në këtë dynja, mirë po jeta e tij në këtë dynja, sidomos kryerja e adhurimeve më të mëdha është me komunitetin ku ai jeton. Andaj ne falemi me njerëzit, agjerojmë me njerëzit, bëjmë bajram me njerëzit, ndihmohemi nga njerëzit, por ama edhe ju ndihmojmë njerëzve. Sadakatul fitri është pjesë e këtij mozaiku të plotë të Islamit, ku njerëzit janë për njëri tjetrin, ku besimtarët e lidhin dhe ndihmojnë dhe plotësojnë njëri tjetrin, ku ne e shohim veten tonë tek vllau jon. Andaj sadakatul fitrin Allahu xhalla wa ala, siç ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, e obligoi pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam sadakatul fitrin për çdo besimtar të lirë. Andaj çdo besimtar i cili ka agjëruar duhet që në fund të muajit Ramazanit jep sadakatul fitr. Është një lloj sadakaje përmes së cilës ne synojmë çfarë? 2 gjëra. E para, synojmë pastrimin e agjërimit tonë. Nga e kemi këtë? Nga vetë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai i cili na e ka treguar këtë pjesë të legjislacionit. Ai tha sadakatul fitri është pastrim i agjëruesit nga gabimet eventuale, sepse njeriu mund të gabojë gjatë agjërimit, pas një dyshim. Thot fjalë, haron diçka, neglizhon diçka. E këto neglizhencat, këto te i kalimet e kufive, i pastron sadakatul fitri. Kjo është e para. E dyta, përmes sadakatul fitrit ne ndihmojnë në tryezat e atyre të cilët nuk kanë mundësi që t'ju bëjnë tryez bajrami fëmijëve dhe familjarëve të tyre. Thjesht ju themi atyre, ju jeni vllazërit tonë dhe bajrami jon nuk mund të jetë i plot nëse ne e dim se ju nuk keni tryez bajram. Nëse ne e dim që ju nuk mund t'i gëzoni fëmijët tuaj sikur se i gëzojmë ne. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po na nxit dhe po na stimulon, madje po na obligon me këtë gjë, që ti o besimtar që ke agjëru, që ti që ke fal gjatë Ramazanit, që ti që ke dhënë lëmosh, ka mbetë edhe diçka në fund që duhet ta bësh. Ditën e fundit, përpara se të bëhet bajrami, duhet t'japësh sadakatul fitr, sadaka, e cila është simbolike, nuk është shumë e madhe, e cilën ti e jep për këta njerëz. Andaj njeriu i cili ka mundësi financiare për të dhënë sadakatul fitr, ka obligim që ta jep, jo vetëm për veten e tij. Shikoj këtë gjë. Ne japim lëmosh për veten tonë. Ti jep për veten tënde. Po me qenë ne në raport prind, fëmijë, unë jap për mua, për bashortën time, për fëmijët e mi, sadakatul fitr, për të gjithë, edhe nëse fëmija i ka 2 ditë, për dje ka lindë. Mirë, po ka ardhë kohë e sadakatul fitrit, gjithësisht fundi Ramazanit, themi që edhe për këtë fëmijë japim
sadakatul fitr. E madje disa prej dietarëve shkojnë deri në atë drejtë sa që thonë për fëmijën që është në bark jepet sadakatul fitr. E besimtari thjesht është i stimuluar, është i nxitur nga ana e Allahut xhelle xhelaluhu që ai në çdo formë që mundet të ndihmon ata të cilët kanë nevojë. Vëllezërit tonë, të cilët jetojnë me ne, të cilët i shohim nëpër vende të ndryshme, kanë nevojë që dikush t'u ashtrinë dorën e tyre. Dhe kjo ndjenjë që e ka besimtari të dëmshurisë për të tjerët, e bën atë që gjithmonë të jetë vigjilent për gjendjen e njerëzve përreth tij. Mos bëhemi neglizhent, vallai vetja ime më intereson. Po vetja ime më intereson unë. Kuptoj, kjo është e instaluar në brendësinë e njeriu që t'i interesoj, domethënë vetja e tij. Megjithatë duhet t'i interesoj dikush që është jashtë rrethit të tij të ngushtë. Koshia e tij, ai tjetri që jeton në një lagje pak më të largët. Madje janë disa familje të cilat njihen se kanë nevojë për ndihmën tonë, sidomos nëse kjo ndihmë bëhet në mënyrë të organizuar. Andaj sadakatul fitri kur të vinë ditët e fundit, duhet që të nxirret përpara namazit të Bajramit. Nga se siç është transmetuar nga i dërguari Allahut, alayhi salatu wasalam, sadakatul fitri është sadaka e fitrit derisa të nxirret para Bajramit. Kur të nxirret pas Bajramit është thjesht një sadaka, edhe pse siç kanë thënë dietarët nuk vjen obligimi nga ky person. Më thonë, kush e meriton sadakatul fitrin pak më? Shumë pyetje në vend. Kujt duhet ja japim sadakatul fitr? Dietarët në këtë çështje ka prej atyre të cilët e kanë shtrënguar dhe të tjerë të cilët pak e kanë zgjeruar rrethin, edhe pse sidomos në kohën tonë ajo që është më praktike është që rrethi të jetë më i zgjeruar. Nga se ne sot gati se është e pamundshme ose shumë e vështirë të gjejmë njëri i cili s'ka mundësi të ketë tryezën e Bajramit ose nuk ka kafshatën e bukës për atë ditë. Flas për vendin tonë, kuptohet, nuk flas për vende të tjera, nga se nuk e dim si është realiteti i gjendjeve. Megjithatë në vendin tonë, së paku, gati se është shumë e vështirë, mos theme pamundshme, që të gjejmë njëri i cili s'ka kafshatën e bukës për atë ditë. Andaj shikojmë njerëzit të cilët janë në gjendje të ngjashme. Po se gjetëm këtë që s'ka kafshatën e bukës, japim dikujt që është mbi këtë shkallë. S'është ai dikush tjetër. Andaj njerëzit të cilët meritojnë ndihmën e të tjerëve në aspekt të zekatit meritojnë edhe sadakatul fitrin. Andaj u japim atyre të cilët ndoshta janë të zhytur në borxhe, të cilët kanë probleme financiare, po ai ndoshta merr rrogë, apo rroga e tij është 350 euro, po ai ka 5 fëmijë, ka një grua të sëmur, i ka prindët me vetë. E kupton? Çka bëjmë me këtë person? Si ka mundësi që sadaka ose rroga e tij ti mjaftoj atij në jetën e tij? Shumë e vështirë. Andaj japim atij nga sadakatul fitri. Hoç vjen Bajrami në fund, kuptohet. Kurorëzimi, Allah na mundsoft të arrijmë. amen inshallah, i devotshmërisë, i agjerimit, i lëmoshës. Si mund të balancohet gëzimi i Bajramit me devotshmërinë dhe reflektimin që na mëson Ramazan? Kjo pyetje është e rëndë. Po vallahi. E para, vjen Bajrami, Po. dhe thjesht ato ndjenjat e para tona për gjatë Bajramit çfarë janë? Gëzim. Apo? Megjithatë, ky gëzim që ne gëzohemi dhe jemi të urdhëruar të gëzohemi, duhet të shkon paralelisht me atë ndjenjën e reflektimit në aspekt të devotshmërisë. Ku kam qenë unë karshi devotshmërisë gjatë Ramazanit? Kjo a mund të shkaktoj një lloj mërzie te njeriu? Mund të shkaktoj. Po është normale. Mërzia nuk vjen se thjesht unë s'kam bërë kur gjë, edhe unë s'jam për kur gjë. Jo. Mërzia vjen që unë e kam dhënë maksimumin, por ama kam një gajl. Ky maksimum që e kam dhënë unë, a është i pranuar të ai i cili më ka obliguar me devotshmëri apo jo? Këtë gajle e kam. Dhe këtë gajle Allahu e ka lëvduar për besimtarët. O qulubuhum wajila. Allahu thotë dhe zemrat ju dridhen, i kanë të shqetësuara, a është kjo e pranuar apo jo? Kjo vjen si rezultat i reflektimit të tyre. Përfundon Ramazani dhe kam ardhur në ditën e Bajramit. Dhe gjithë gëzohen, edhe unë gëzohem, dhe duhet gëzohemi. Pse? Sepse kur njeriu gëzohet kur bën iftar, apo tha pejgamberi Allahu se li saimi farhatani, agjeruesi ka dy gëzime. Kur të bëj iftar gëzohet. Wallahi është instinkt njerëzor që të gëzohesh kur bësh iftar. Gëzohemi elhamdulillah. Apo madje ne gëzohemi dhe themi
dhahaba adh-dham'u wabtalat al-'uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Shkoi etja, u lagën venët dhe mbeti shpërblimi me lejen Allahu xhallahu ala. Përpos instiktit njerëzor, që gëzohemi që kemi hangër ushqim dhe pije, gëzohemi se ndoshta kemi diçka e cila është shpërblimi i madh. Dhe gëzohet në ditën e gjykimit kur e sheh se çfarë kalon agjërimi për të në ahiret. Njeriu do të çuditet çfarë do të gjen nga shpërblimi në ditën e gjykimit kur ta sheh shpërblimin e agjërimit. Pse? Sepse agjërimi është një derë e madhe, mirë po ajo hyn në një kapitull tjetër që është kapitulli i durimit, sabrit. E Allahu për durimtar a ka përcaktuar shpërblim? Jo. Shpërblimi për durimtar nuk është i përcaktuar. Tha Allahu, innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu i jep durimtarëve shpërblim pa hesab, pa llogari. Andaj kur vjen ditën e gjykimit ka me u çudit njeriu për shpërblimin që do ta sheh për shkak të agjërimit. E tash un kam agjëru, ka ardhur te Bajramit, është kjo ndjenjë gëzimit, por ama duhet të jetë edhe ky reflektim. Çfarë ka arrit agjërimi të bëj me veten time? A kam arrit dikundin në shkallën, gradat e devotshmërisë, apo kam bet aty ku kam qenë? Unë do shta su falsha për para Ramazanit, po Allahu ma mundsoj që të shkoj në xhami dhe të falem, të fali namazet obligueshme dhe të fali teravit. Unë do shta nuk isha pak koprac para Ramazanit, po e kuptova gjatë Ramazanit që kjo pasuri që e kam unë nuk qenë ka imja, është në dorën e atij që ma ka dhënë, dhe ai don nga unë, kërkon prej meje diçka që të bëj me këtë pasuri. Andaj fillova që të ndjehem më zemërgjër, më dordhën. Unë nuk kam qenë kështu, nuk kam qenë aq i sjellshëm dhe ndoshta kam fyll dhe kam ofenduar dhe kam shah. Por di Ramazani, gjitha këto i lash. Ky reflektim duhet sjell në zemrën e njeriu këtë, si ta quaj, shqetësim të vogël, me shpresë që këto vepra që unë i kam bë, të pranohen tek Allahu xhallahu ala. Ama s'bën të lihet gëzimi, të anashkalohet. Jo, se ajo ditë e Bajramit, është ditë gëzimi. Duhet të gëzohemi ne, të gëzojmë familjarët për rreth nesh, të gëzojmë muslimanët madje. Sadakatul fitrin e japim me këtë qëllim, që të gëzohen muslimanët për rreth nesh. Andaj gëzimi vjen dhe me gëzimin vjen kjo matje, ky kalkulim i matur, a janë pranuar veprat tona tek Allahu xhallahu ala, apo nuk janë pranuar? Lusë Allahu që Allahu të na pranoj veprat. Amen, ja rabbal alamin. O zindëruar, Ali Ashani ishte knacimet pas mysafir sante. Knacia ime. Shikues të nderuar, kjo pra ishte emisioni Merr Frim, ku patëm mysafir hoxhën e nderuar Ali Ashani. Shifemi nesër inshallah. Selam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi popret, zgjohu a do mbereqet. Falu, namazi është drit. Falu, me zemër e shpirt. Falu, namazi është drit.